rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur në Odeon, ku flasin ata që din, ata që munden. Sonte kemi një mysafir tepër të veçantë, e të rrallë, një profesor të nderuar, i cili do na flasi për një përvojë fantastike, për një profesion fantastik, për një segment nga bota e shëndetësisë që i gjendet njeriu afër edhe sidomos segmenteve të caktuara të shoqërisë që kanë shumë nevojë. E kishim pritur ka herë, Zona e Zotëri do të vi për ju, për ne, për të gjithë, profesor asistent doktor Mulaim Kaçka. Profesor Biserva. Si e profesor? Mirë jena, falënderit. Një qik vap, po mirë, ama vap, ama shumë dzet, ama shumë zhegë është në Prizren a në Prishtinë? Besoj që është Prizren ma në dzet. Prizren ma në dzet. Pse kështu, i keni zemrat ma të ngrota, jeni ma të ngrot, ju apo? Kjo është një paradoks, e kemi malet drejt Prizrenit, apet temperatura është ma në dzet. Zvret poshtë në... Po, puna e Zotit. Puna e Zotit, a? Po. Bukur shumë, kur një shkencëtar flet me një herë në emën të Zotit, edhe... Profesor i nderuar, ju një profesor asistent doktor Mulaim Kaçka, studentët tuaj edhe në zonë si tuaj ju njohin, ma u banë vite tani, po ju një segment shumë interesant që publiku sa po e dëgjon, bëhet kurreshtar, me pa se çfarë mund të bëj ky njeri, kjo shkencë, ky segment, dhe ju jeni logoped. Po, vërtet, unë jam logoped. Logoped. Dhe në realitet, deri në doktorat, logopedin e ke kryer në Universitetin e Tuzlës, a? Tuzlës në Bosnjë, po. Në Bosnjë. E ke ditë gjuhën edhe më herët, a? Po, e kam edhe... Ju të Prizrenit jeni poliglot, se... Po, vërtet. Pak shqip, pak turqisht, pak bosnjakisht. Edhe në fund asnjë gjuhë nuk edhim precis, ose full. Po, më morë vesh. A dhe sa bukur dhe Zvicër, merën vesh. Njëri flet gjermanisht, tjetri frëngjisht, ata merën vesh shumë mirë. Po, vërtet, sepse statistika botënore tregon që 60% njerëz në botë janë me dy gjuhë. Me dy gjuhë. Po. E po bukur shumë. Po, si e zgjodhe këtë profesion? Edhe nuk e di, edhe unë e hala, rasisht në atë kohë, kur kam qenë në Tuzël, masi që kam mbaru shkollën e mesme, kur kam lup që kam e paraqit me studiu, e gjeta logopedin rasisht, edhe na në Prizren e thujmë se bapi u kon një shqiptar, profesori logopediz në atë kohë që u kon në Tuzël, edhe në Zagreb, profesor Behlul Brestovci, pata disa takimet me toja edhe aj me kabin me paraqit logopedin. Profesorin e nderuar Behlul Brestovcin do ta duar të klasin. Absolutisht. Emri tij edhe i malë, i logopedis, edhe në Kroacinë, edhe në rajon. Edhe në rajon, në një emër që e kemi për krenari, që e kemi tonin këtu në... Absolutisht. Po, për ata që nuk ju njohin, edhe nuk e njohin këtë fushë në realitet, çfarë të vërtet bën një logoped? Logopedia është si shkenca kogja është ere edhe në rajoni Evropës. Faktikisht u temelu para 100 vjetë në Vjenë, në Austri, në atë kohë kon me në i shtetin tjetër emrin Kampas. Austro-Hungarez? Po, vërtet. Edhe Emil Freshels u kon themelues të logopedis, sepse na kena pa që në kohën e fundit shkenca shumë ecë përpara, avancohet, dalin profesionet të reja, edhe logopedia është profesioni vërtet që ka gjetë një hapësiri malë sot në, hajde me tonë edhe në mjekësin edhe në pedagogjin special. Logopedia trajton komunikim human si pari, komunikim njerëzve, trajton edhe problemet e gëlltitjes, edhe problemet me zërit. Edhe të zërit? Të zërit. Të këngëtarëve kështu? Profesionistat vokal në efë. Mund me qenë edhe gazetare edhe këngëtare. E shumë e rëndësishme. Po edhe të gëlltitjes, a? Po edhe të gëlltitjes. Në realitet, ju tash veç keni kryu një praktik, një periudhë shumë të gjatë dhe keni fillu, gjithësisht keni vazhdu profesionin e logopedit, mësus, profesor, kështu, e vazhdove me njëherë sa po mbaruar fakultetin, edhe pas ta i rrugtove me magistraturën, me doktoraturën, apo? Masi që kam mbaruar fakultetin e ktheva në Kosovë, kam nis pak me punu në një shkollë,
Edhe ndërkohë e gjeta bursat, sepse unë jam në atë kohë, sepse jam asret, si pari. Djalë Hasreti. Po, djalë Hasreti, edhe kam lupt bursat, kam gjetë, masën e ktheva prapë në magistraturën, në doktoraturën, një kohë gjatë atje, edhe mas që kam baru krejt, ktheva prapë në Kosovë, edhe jemi nis faktikisht edhe me departamentin edhe logopedis, kemi ecë ma shpejt të zhvillojmë logopedin këtu në vend. Ku e ke ndërtuar departamentin e logopedisë? Në cilat universitetet e ne? Kolegji Heimerer. Kolegji Heimerer në Prishtinë është me tradita 14 vjetë logopedisht që e ka temelu. Faktikisht profesor Brestovci bashkë me pronarin e kolegjit Heimerer para 14 vjetë kanë nisë qaj u rrugë. Ndërkohë une jam 11 vjetë në kolegjin edhe bashkë me merak e zhvillojmë që e profesionin. Po dhe në Universitetin e Tetovës, e? Në Universitetin e Tetovës, ndërkohë kemi hap një drejtimin masterit ndërkohë, mas koronës, në periud mas koronës. Mas pandemisë? Po, mas pandemisë. Keni hap. Tani ku je i stacionuar kështu tamam? Jam angazhum full time në kolegjin Heimerer. Atje jam ma shumë se 8 vjetë edhe dekani logopedis atje. Në Universiteti Prizrenit jam profesor ma shumë se 15 vjetë. Atje që kemi edhe drejtimet pedagogjisë për pakicat edhe qështu është. Titullin profesor në Universitet Prizrenit e ke marrë? Jo, edhe në kolegjin. A këtu në... Bashkë në fushën e logopedisë. Në Heimerer. Po. Mirë, profesor Inderu, cilat janë problemet më të shpeshta që i hasnit të fëmijët? Në kohën e fundit, shumë sen kanë ndryshu. Për shembull, na edhim që ma herët fëmijët kanë qenë ma aktiv, edhe ma pak kena pas problemet në kontekstin e zhvillimit në të folurit në gjuhës. Tash jemi të gjithë dëshmitar që fëmijët lëvizin ma pak, edhe kjo ka rezultu 1% e lartë të kemi vonesat në të folurit edhe vonesat tjera të fëmijëve. Na sot e hasim statistikat, une kur kam studiu statistikat në vonesat në të folurit kanë qenë deri 7-8%, sot e lexojmë edhe deri 20%, në statistikat ma ekstreme edhe deri 30% e lexojmë fëmijët që kanë vonesat në të folurit. Në të folur. Pse ndodh kjo? Stilin e jetës. Stili i jetës. Veç një shembull mundem me demonstru, për shembull për një zhvillim tipik në trunë, fëmija në periodin e zhvillimor, edhe ju jeni mjek edhe do të kuptoni pa tjetër që jo temën, duhet me lëviz deri 15.000 hapat gjatë ditës. Statistikat sot modern tregojnë që fëmijat lëvizin 3.000 hapat, që i bjen 5 herë më pak. 5 herë më pak. Na derisa ecim, na përfitojmë eksperiencat vizuale, auditive, motorike. Kjo tash mundemi me minusu ata eksperiencat të fëmijët në kohën e fundit. Një fajtori malë është teknologjia, gabimet të prindërve, definitivisht. Krejt ata janë shkaqe që kanë rezultu që ajo statistikën që e kena përmend. Po ju edhe keni shkruar një libër, 60 gabimet e prindërve, a? E prindërve, po. Shumë mirë që jemi të gjithë prindër, jemi të gabimet aty. Po, vërtet. Cilat janë gabimet më evidente që vërtet prindrit i bëjnë sot në këtë raport? Mendoj në rreshtin e parë janë gabimet mungesa e lëvizjes që e kena përmend, por na si prind të gabojmë në çdo aspektin, çdo moment i ditës gabojmë, nëse vazhdojmë me blendu ushqimin ma gjatë se 1 vjet, përdorimi teknologjisë që e kena përmend, drita e kaltër e dim sa është, e keqja me çrregullu gjumin, sendet të tilla, edhe une personalisht në çajo librin që e keni përmend e numrova deri në 60 edhe loda. Besoj që kishim mujt me vazhdu, por... A u loda, aty u vale? Po. Realisht, kur duhet ta kërkojnë ndihmën tuaj prindrit? Ndihmën e logopedit? Një pyetje jashtëzakonshme, edhe na e promovojmë tash një, hajde me thonë, planin profesional, s'ka lidhje, a dushojmë që fëmija e ka vonesën ose krejt është në rregull, na sugjerojmë në 2 vjet, kur fëmija e mosh 2 vjet, një takimi parë me logopedin të kuptojmë ku është situata. Bëhet fjalë për çdo fëmijë?
Për çdo fëmijë, absolutisht. Sikur një kontroll tek doktori për një screening, hajde me thonë. thonë. Një screening tek logopedi. Po. Që ta shohim a jemi në rregull. Sepse na në 2 vjet, edhe në 1 vjet, na mundemi në kontekstin e komunikimit shumë send të shohim. A në 2 vjet mundemi plot send të shohim. Edhe që prindërit zakonisht nuk e shohin. Për shembull, përdorimi i gjestave, fjalorin sa është i pasur, sende tjera kontakt, reagimet, na mundemi të përcjellim edhe të sugjerojmë krejt është në rregull ose duhet të reagojmë. Ju thatë mos lëvizshmëria mjaftueshëm, domethënë e mjaftueshme tërheqja brenda pranë teknologjisë, një faktor shumë në këtë drejtim, të themi, deprimues, frenues në zhvillimin psikomotorik të fëmijëve në përgjithësi. Edhe në zhvillimin e të folura, sepse pasaj të folurit ai nuk zhvillon, ai po komunikon me telefonin, me teknologjinë. Këtu ekziston, nëse mundem me shpjegu, një mekanizëm shumë konkret, sepse na botën si pari duhet të mësojmë në maniera centralizume, duhet informacionet të pranojmë prej jashtë. Kjo zakonisht konsiderohet deri në moshën 1 vjet, 1 vjet e gjys. Fëmia mas 1 vjet e gjys duhet me hin thellë në hapësirin edhe me fillu me kuptu me që softverin që e ka instalu, me kuptu masanej hapësirin. Teknologjia faktikisht i blokon që e hapësirin. Fëmija rinë shumë në ekranin edhe nuk hulumton botën në për hapësirin. Po edhe kjo... Me të cilin jeton. Po, e nuk kupton hapësirin në cilin jeton, po, vërtet. A keni kriju logoped të tjerë? A jemi mbulu? Çfarë mbulueshmërie kemi me logoped në Kosovë? Sipas standardet evropiane, sepse kjo kërkesa do të vjen në tavolin i qeverisë, patjetër në një moment, na momentalisht jemi afër 50% kërkesat standardet të mbushura për nevojat të logopedëve, që i bjen e kemi edhe 50% hapësirë të zhvillojmë logoped tjetër. Për shembull, na hala e kemi komunat që nuk kanë logoped. Që s'kanë logoped. Po, që s'kanë logoped. Keni ordinancë ta quajmë tuaj? Po. E kam 2 qendra këtu, një bashk me kolegjin edhe një qendër në Prizren. Aty i pranon të gjithë të interesuarit dhe ata që... Kërkesat profesionale, po. Keni shumë? Mi vjen keq, po, shumë e kena. Shumë. A është rritë vedia e masës në përgjithësi që me ditë për qëtë punë kërkohet dërman tek logopedi? Po edhe kuptimin ka rritë shumë edhe qift modern ma shumë e ljuptash ndim profesional, vërtet. Tash në realitet është bën një numër i madh i njerëzve që kanë kalu në për duar tuaja. Ata dhe vazhdojnë, se seancat janë të vazhdueshme. A ka ndonjë lloj mekanizmi që përcakton sa seanca apo ndërlikueshmëria e rastit e determinon këtë? Po, 2 janë kriterat, moshën e klientit edhe gjendjen ose diagnoza e klientit, sipas ata 2 sen na e vlerësojmë sa duhet me përcjell terapinë. Tashi tek të folurit, tek fëmijët, diagnozën e përcaktoni ju apo diagnozat logopedike po, logoped e përcakton. Logopedi e përcakton. Sipas kriterat e përcjell kalendar të folurit një fëmijë, nëse nuk e përcjell, e dim menjëherë që është mrapsht. Po te gëlltitjet te këto, bashkëpunim edhe me doktorin, se doktori u a determinon, dhe kemi probleme që të rast. Po, çka është rëndësishme me cek është edhe që na punojmë edhe me rastet të moshuar, jo veç fëmijët, na për shembull me afazin punojmë shumë, rastet mas sulmin në trun, me gëlltitjen punojmë. Problemi i gëlltitjes është fenomen edhe për të moshuarit edhe për fëmijë, për tendencën që e kemi prindërit tash një periudhë gjatë të blendojnë ushqimin, edhe fëmijët nuk janë në gjendje me kafshu, me gëlltit, krejt ata janë pasojat prej stilin e jetës tash që jetojmë, edhe masën na e kemi edhe instrument profesional që vlerësojmë gëlltitjen, ku është problema, është problem në fazën e përgatitjes në gojë, a është problemi në futin ose ma poshtë. A ke mbrimet e i kalu emocionin, profesor, në kontakt me njerëzit, sepse momente, gjendje të ndryshme që të bojnë në herë dhe mu emocionu? Vala, unë e mendoj që
logopedia nuk është profesioni që nuk ti ndryshon veç karrierën, ti ndryshon jetën, absolutisht. Edhe na nuk e shesim se di sen, na punojmë me njerëz edhe gjithmonë jemi në emocionet, absolutisht. Ke pas shumë raste në të trajtuar dhe a ke ndonjë histori suksesi që sot me emocione kujton kështu? E kam emocionet, për shembull, kur kam taku herën e parë, ajde, çështu me thonë, profesionin tem që kam i ka ofru, taman najherë mendoj kjo rasti, sot që ka ardhë, është ma i rondë, nesër të demanton ose javën e ardhshëm, Vjen jo ma i rondë. ose vjen prej brenda një familjes 2 raste, ose 3 raste, sepse unë e takova familjen me 3 rastet e autizmit, taman kur kam mendu me 2 kanë qenë ma të rondë situata që e kam taku, mas një javë me 3 kanë dalë. Gjdo moment, gjdo dita e punës që kena është rasti për emocion, definitivist. Na gëzohemi ose emocionohemi ma shumë kur e lëshojmë klientit. Edhim kur ka ardhë, nuk ka ditë ndoshta azhë, kur e lëshojmë mas një ko, kjo është festat e na. Kjo është festë një gjë shumë. A ke pas një rast kur fëmiu ka ardhë dhe s'ka full fare? E pastaj një ditë e liron që thoni, ja flet shimin, edhe a i flet jashtëzakonshëm mirë. Shumica rastet janë të tilla. Të këtilla, shumica rasteve. Çfarë emocioni është kur? Kjo është një situata që nuk munde me shpjegu kaq thellë. Për shembull, e dim qush emocione prind në atë kohë, na qush jemi gëzum për arsye rezultati, për arsye emocionet që kena. Po ka ndodhë situata edhe kur kemi hangër flijat, për arsye suksesit, rezultat, kena matë edhe në këtë kontekst vërtet. E bukur. Tashi, përsëri po kthehemi tek se problemi është kryesisht me fëmijët, çfarë duhet të di çdo prind për zhvillimin e të folurit të fëmijës? Edhe një pyetje jashtëzakonshme, çdo prind duhet me ditë mos me fle deri në 3 vjet të para e fëmisë. Do me thonë, edhe ju si mjek e dini që truni e formohet brenda 5 vjet të para, por vitin kryesor është vitin e parë. Sepse prej 0-0 na e kemi formimin e trunit deri në 30-40% brenda vitin e parë. Nëse na si prind të flejmë brenda vitin e parë, krejt trenat do të na ikë. Edhe na duhet të jemi shumë aktiv brenda vitin e parë, fazën senzorike që është faza kryesore, si një makinë që duhesh me qelsi me kallë mendes, kjo është edhe në situatën me fëmijët që prinderit duhet me kallë, me thojza me thonë trunin brenda vitin e parë. A ka, po themi 1, 2, 3, 4, 5 elemente të cilat një prind duhet t'i vrej të një fëmijë që në vitin e parë, deri në fund të vitit parë, që do t'ja u sugjeroje në mënyrë që me ndihmu edhe rrugtimin tënd në këtë drejtim. Po ekziston disa stacionet, ajde që shtu stacione fiks kryesore që janë, muajin e 8, buzeqeshja sociale, nëse fëmia nuk t'i kthehet buzeqeshjen, kjo duhet me qenë brenga e parë. Brenga e parë. Po. Masën e një vjet, nëse i mungon minimum fjalët bab-mam, duhet ta na shqetëson. Nëse në një vjet, në 12 muaj, nëse i mungon gishtin tregues, me dirigju faktikisht fëmia, edhe kjo mund me qenë shqetësuese, edhe nëse nuk reagon kur e thirresh me emrin. Ata janë 4-5 stacionet kryesore. Sidomos kur rreth elementa autizmi. Po. Tashmë vërtet keni kriju një përvojë dhe në këtë përvojë edhe momente interesante dhe pacientët t'i quaj. Klient na. Kam dëshirë, po klientë, ma mirë t'i quajmë klientët. Po. Ose pacient në thojza, të mundshëm, vinë nga Kosova, vinë edhe nga vende tjera? Mund dhe me thonë e kemi klient prej komplet rajon. Prej komplet rajon? Komplet rajon. Maqedonia, Shqipëria, kena, për shembull në Prizren, sepse na jemi më afër e Shqipërisë, e kemi edhe prej Kukësit rastet, absolutisht. Jo keni edhe rënien prej Kukësit? Po. Tërgjushën e kam prej rajonit e Kukësit, vërtet. Bashkëpunoni logopedët? Qysh me thonë, unë në ekipën e kam shumë logoped, që u deheq, edhe prinderit ose nuk kanë opcion, ose kanë dëshirat të bashkëpunojnë.
Tash kjo është një shkencë, e thatë vetë, e veçantë, 100 vite në shkencë, në njëherë janë pyetje orët, më bi fjala për një zbulim të madhë, po asa i ka parapri një punë e madhe, kolosale, shumë vjeqare dhe kështu. Si shkencë, ku është logopedia sot në botë? Çfarë e pengon këtë shkencë në botë më shumë? Kjo është pyetje shumë e serioze, valla. Mendoj që logopedia nuk e zhvillohet sipas kërkesat nga tereni që e kena, edhe besoj kogja jemi hala tradicional si shkenca, edhe nuk e shfrytëzoj mundësin që e kemi nga teknologjia, edhe në kohën e fundit diçka kanë nisë edhe në shoqata evropiane të promovojnë teknologjin VR, AI në kontekstin e logopedis, por besoj kogja si shkenca jemi glomazë edhe nuk ecim shpejt përpara. A keni mbërri? Absolutisht, ju sigurisht frekuenton edhe në për kongreset që mbahen, workshopet, se do më kongreset në përbotë, se ajo është edhe kërkesë, kriterë edhe për... Me ecë përpara. Ku shprin nga këto vende në përbotë, kështu, themi, Amerikanët, Anglezë, Gjermanë? E dihet. Amerikanët, dihet, Po. Në kohën e fundit Amerikan, para 30-40 vjetë u konë ma shumë, ajde me thonë, SSSR, që shu konë Rusia. A Bashkimi Sovjetik? Po në atë kohë kanë qenë në këtë drejtim kogja përpara, por në kohën e fundit 30-40 vjetë të fundit Amerika ka marrë apet lider me qenë në fushën e logopedisë. Ma përmende një fjali interesante që jemi akoma tradicional, po tash kemi fillu me, sepse është e rëndësishme zhvillimi teknologjik në këtë drejtim për ta suportuar punën tuaj profesionale? Po, por mas një moshën. Mas një moshën, sepse pajtohemi, na duhet të jetojmë me teknologjinë, sepse kjo është era e teknologjisë, por nëse na teknologji e përdorim në manira jo kritike, do të shkaktojmë të lashet të mlaja. Kur kam përmend mas një moshës, konsideroj mas 3-4 vjetë. Mas që e shohim fëmija ka nizme fol, e ka krejt send bazike në kontekstin e zhvillimit, na mundemi të ofrojmë teknologjisë. A mund të nga të regosh në ndonjë histori kështu të veçantë, ku ke heq dorë, po dhe s'ke heq dorë, dhe rezultati ka qenë evident. Po, kjo është besoj një pjekuri profesionale, eksperiencën që e kena bërë. Në fillimi karierës kam mendu në manira rasti kur vjen, e krasoj me rastin e kalum, edhe krejt do të del kunder. Tash, gjithmonë, mendoj, gjdo rast e ka shanset reale, gjasët reale me ecë për para, edhe i qasim në manira individuale. As një rast nuk e krahasoj mo me rastin filani fisteku që u konë para se dit 2 muj, 5 muj, që ashtu është. Që i bjen, vërtet kam pas rastet kur nuk kam besu që do të kemi rezultat, a najherë kur kam mendu shpejt do të arritëm nëj rezultat, nuk kemi arrit. Kjo është kogja, që shme thonë, relative. Relative. Po, absolut, së mund është asgjë me thonë që është absolut. Në mjekësin nuk i garancion. Relative. A kemi arrit akoma në Kosovë, tash në Republikën e Kosovës, ta fusim këtë lënd, këtë lëmi, këtë shkencë, në vendin e duhur, ku e meriton, në mënyrë që të krijojmë kuadro të mjaftueshme dhe e kemi vetëm Prizren, apo kemi edhe në Prishtinë? Logopedin? Logopedin. Jo, veç në Prishtinë e kemi. Qka unë ndoshta mendoj që shteti vetë nuk ka kriju drejtimin e logopedizme që në nivelin shtetnor. Na jemi institucionit privat të jemi qartë. Kjo të regon që shteti hala nuk ka kuptu rëndësin e profesionit. Po shteti nashta nuk e din, se kjo është rrallë vetë, edhe shtetin ndoshta nuk e din, duhni ju mjau propozu, mjau që projektin, mjau... Kështu do të bëjmë, i kemi të vështirë. Në për viteve na kena sugjeru, kena pas trujezat, kemi suflu që ashtu me thonë shtetit, por na i përgjigje nuk kemi gjithë. Ndoshta, ose shteti ka mendu, oke, ka atje një drejtim, është e mjaftueshme, ose... Tashi në institucionet ku punoni ju, ka të interesuar për logopedi? Për logoped të ri?
Po, edhe e ka një tendenca rajonale që është në anketave që bëhet në për shkollat shkollat të mesme, nxënësat në vendin e dytë ose tretë e kërkojnë fakulteti logopedisë, ose në Kroacinë, ose në Bosnjë, ose te na, ose. Është si një profesioni shumë i kërkuar, vërtet. Seancat çka përmbajnë, profesor? Përmbajnë aktivitet, përmbajnë teknikat, përmbajnë metodat, varet prej... Aktivitet, teknikat çka? Të folurit? Varet prej diagnozës. Për shembull, unë nuk e trajtoj në njëjtën mënyrë. Teknikat nuk janë të unifikume. Unë nuk e trajtoj në mënyrë e njëjtë një këngëtar ose një fëmijë që ka vonesat në të folurit, a këngëtari ka probleme zërin, për shembull. Një fëmijë që ka vonesë në të folur, çka filloni? Ç'a bëni? Ç'n start me të? Fillojmë me u adaptu fëmin në seancat, të krijojmë autoritetin, masa ne i krijojmë ata send kognitive bazike, sepse çka është folurit në final, prej ku ka dalë folurit, ka dalë prej imitimet trupore, fillojmë të mësojmë imitimet trupore, selektimet, ata janë sendet ose njësijat bazike kognitive. Nëse e kap shpejt kjo, na e dim që klienti, fëmija e ka gjasat të mlaja me ecë shpejt përpara. Cilat janë, të themi kushtimisht, shkaqet e të mos folurit? Më shumë janë organike, psiqike? Në kohën e fundit e kemi funksionale. Funksionale. Krejt është në rregull, por nuk kanë nis të folurit me ecë përpara, që e ceka edhe ma heret. Definitivisht problemi kryesor është lëvizja, sepse na e dim prej neuroshkencës, neuroscience që lëvizja, qendra e lëvizjes është kojshia i parë qendrës të folurit. Kojshia i parë i qendrës të folurit. Qendra e lëvizjes. Po. Kojshian. I thot nisu se s'ki me fol nëse s'nisesh. Na e dim, rasti me paralizat cerebrale edhe ka pasojat në të folurit. Kjo është edhe një dëshmi që arsyeton kjo. Do të vazhdojmë me fol për diçka shumë të veçantë në vazhdim, por ju keni botuar një libër deri më tani. Ky libër është botuar për studentët, për nxënësit, apo për të gjithë ne? Faktikisht, unë e kam 8 librat, lloj-llojshme, me metodat, me teknikat, librat edhe me teorisë, edhe me praktik. E kam material i botuar edhe për profesionistat, edhe për print. Edhe për prindrit. Janë 8 libra. Po. Kur takosh me studentët që duken gati si ju kështu si profesor i ri, goxha interesant. Kam pas një rast një herë në një ligjërat për magjistrantët në Lozan, një profesor ligjëronte ishte shumë i ri dhe mu më këshin marrë 2 shokë të mitë që ata magjistronin, ta dëgjoj ligjëratën edhe bani shumë përshtypje dhe sot qatë malë ma qënë ju kështu në... Unë kam, ajde me thonë, filozofin suksesi është super, është i mirë, por suksesi në kohën e ershëm është ma jomël. Po cila është në realitet? Po themi maksima e filozofisë se jetës tënde. Ke kriju deri sot ndonjë? Po, mendoj që shumë herët kam nisë me mendu në këtë drejtim kontekst. Unë besoj që e zbatoj maksima është e prishe komforin, zona e komforit, sepse zona e komforit na paralizon faktikisht. Na paralizon. Sepse zona e komforit na ul karrikës, lëvizëm se mirë. Super, kam një rogën, punoj në, për shembull, çush njerëz rezonojnë, punojnë në punën shtetnore, mjaftueshme është, edhe që ashtu nuk e nxjerrim kapacitet plot. Pse? Sepse zona e komforit, pranë zonën e komforit gjendet zona e frigës. Njerëz për çet arsye zguxojnë të dalin prej zonën e komforit. Frika prej ndryshimit. Po. Çdo njeri që ka tentu me del prej zonën e komforit, edhe nëse ka mujt me kalon që zona e frigës, masa ne ka hinë në zonën e besimit, edhe zona e 4 është zona e suksesit. Përshëni komforin,
Mos u pajtoni, sepse dialektika, absolutisht, lëvizja e ka ndryshuar botën deri më sot, e ka qenë në këto nivele. Profesor, po shkojmë me pak marketingi dhe do të themi se do të flasim për gjëra tjera të bukura.